Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah al-mabuth rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Vazhdojmë me komentimin e fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Ku sot do të vazhdojmë me ajetin wa huwa al-ghafurul wadud, që është pjesë përbërëse e suratul Buruj. Dhe përmendëm në dersin e fundit wa huwa al-ghafurul wadud, se Allahu është falësi dhe ai që don. Dhe një pjesë e madhe e dietarëve kanë thonë se Allahu Azza wa Jall krahas që va fal besimtarëve, gjunahçarëve gjunahet, ai ato edhe i don. Përke shak Allahu Azza wa Jall thotë inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Allahu i don penduesit. Dhe nëse va fal gjunahet, dhe nëse va pranon pendimin, po edhe i don ata. Kjo është privilegj për ata. E Allahu Azza wa Jall thotë wa huwa al-ghafurul wadud. Ajo është të falës. Po nuk është sikur se falja e njerëzve. Se një ndaj njerit kur bën pa drejtësi, kur i hin dërhak, ai ta fal, ama nuk e don më kur. S'do me ti pa mosit. Ti i bën pa drejtësi, ta fal, ama thot kur më mos më del përpara. Kurse Allahu Azza wa Jall, shishoni rahmeti i tij, do thotë sa larg mrin. Thotë wa huwa al-ghafurul wadud. Edhe al-wudu përmendet se është wadud al-muhibbul mutalattif. Thotë se robin e vet edhe ja fal gjunahin robit vet, edhe e don, por edhe me një farë mënyre e veçanat nga të tjerët. Al-mutalattif është kur njerin do të thotë e merr me të mirë. Allahu Azza wa Jall va fal gjunat, i don ata edhe i merr me të mirë ata. Dhe gjunahçarëve. Edhe kur përmendim këto al-wadud, do thotë se Allahu Azza wa Jall do i ka dikan. Dhe do thotë nga emrat e Allahut Azza wa Jall, është se ai edhe don, është el-muhib, se ai edhe don. Dhe në shumë ajete kuranore përmendet dashuria e Allahut Azza wa Jall. Por nga ana tjetër Allahu Azza wa Jall edhe duhet nga robërit e tij të sinqert. Do të Allahu Azza wa Jall edhe don krijesat caktuara, edhe krijesat e dojnë Allahun subhanahu wa taala. Do të është dashuri reciproke. Dhe Allahu Azza wa Jall me rahmetin e tij ka veçuar do të thotë dashuri ndaj disa njerëzve. I ka veçuar dashuri disa njerëz. I ka veçuar dashuri disa vende. I ka veçuar dashuri. I ka veçuar me dashuri disa njerëz caktuar, me emra mbi emra caktuar. Dhe nga ana tjetër Allahu Azza wa Jall tregon se ka disa robër të vet veçantë që e veçojnë Allahun me dashuri. Të dashurinë ndaj Allahut Azza wa Jall se krahasojnë me dashuri të tjera. Çka është do të thotë hubba që Allahun Azza wa Jall me dash më shumëti. Dhe këtë dashuri mos me kontestuar me asgjë tjetër. Dhe për këtë shkak kur njëri do të thotë e don Allahun subhanahu wa taala, dhe e don do të thotë me zemër dhe sinqeritet, nuk lejon që këtë dashuri me prish ndonjë dashuri e kësaj dunjoja. Nëse lakmon dhe e don dunjon, thuni se marr me haram. Se atëherë e hupi dashurinë ndaj Allahut Azza wa Jall. Nëse të pëlqen ndonjë vajzë dhe don me marr atë, thuni se është haram, thonë jo, unë këtë dashuri do të nuk kësaj dashuri nuk jap përparësi ndaj dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe dashuri primare ka dashuri ndaj Allahut Azza wa Jall dhe mundohet këtë dashuri me manifestu me vepra, me manifestu me fjalë, me qëndrime, me gjitha mënyre do të thotë e tia që i kanë disponim me tregu se ki me të vërtet e don Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu Azza wa Jall ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Thot ajo që keni besu. Thot me yartadda minkum an dinihi, kush për ju shakthen shpinën fes. Thot fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Thot Allahu, thot nëse ata ja kthejnë shpinën fes, Allahu thot ka me prun një popull tjetër, një grup besimtarësh tjerë, të cilët kanë me dashur Allahun Azza wa Jall ata dhe Allahu ka me dashur ata. Shiqoni, këtu përmend yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ata e dojnë Allahun dhe Allahu i don këta. Dhe Allahu Azza wa Jall i don këta njerëz edhe ata i dojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe Allahu Azza wa Jall don disa vepra të caktuara. Do të ka dash disa njerëz caktuar.
ka dash disa vende të caktuara dhe gjitha këto do t'i përmendim me ajete kuranore apo me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka përmend se Allahu azza wa jall e dojnë atë robërit e tij të sinqert dhe të devotshëm. Luftën e Khajberit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot nesër kam ia dhënë flamurin një njerit i cili njerë e don Allahun dhe të dërguarin e tij. Dhe Allahu dhe i dërguari i tij e duan atë njeri shumë. Shoni, kjo është dashuri me emër dhe me mbiemër. Pejgamberi sa nuk e tregon emrin. Thot sahabët ram me flet, ama asnjëri s'na mur gjumi nga dëshira e flakt me ditë se kush është ai i cili e doj ka Allahun dhe pejgamberin dhe kush qenë ka ai të cilin Allahu dhe pejgamberi i tij e doj kanë shumë atë. Edhe të nesërmën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyeti tha ku është Aliu radiallahu anhu. Tha ja Rasulullah, Ali është i smund, e ka rok një smundje në si, nuk është të pa mirë. Tha thirr në Aliin këto, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mor dhe pështini Aliin radiallahu anhu në sinin e tij të ndershëm me pështimën e tij të ndershme dhe i hupi smundja dhe u shëru Aliu radiallahu anhu. Edhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam merre flamurin, tha edhe het me izin e Zotit përpara. Kjo është dashuri do të thotë me emër dhe me mbiemër, njerëz caktuar. Njerëz caktuar do të thotë, edhe shumë ka do të thotë në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njerëz të cilët i përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo Kurani se Allahu dhe pejgamberi i duan ato njerëz shumë. Allahu azza wa jall ka thonë inna Allaha yuhibbul muttaqin, Allahu i don devotshmit. Këto pa emra, çdo kush i cili cilësohet me cilësinë e devotshmërisë, do të thotë është në dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala inna Allaha yuhibbul muhsinin, Allahu i don bamirësit. Çdo kush që bën bamirësi dhe është bamirës, është në dashurinë e Allahut azza wa jall. Dhe çdo herë kur ki bo mirë ndaj dikujt, dije se Allahu azza wa jall është prezent me dashurinë e tij ndaj teje. Dhe kur i bën dikujt mirë, mos kujto se ati i ke bo mirë vetvetes. Sepse ja ke mëncu vetvetes që t'jesh në dashurinë e Allahut azza wa jall, që shpesh herë na e ke shkuptojmë këtë kur i bëjmë mirë dikujt, mendojmë se kemi bo punë të madhe. Ja, mos miri që ki bo vetvetes, e pastaj një pjesë prej të mirave ja ke dhënë edhe atij. Allahu azza wa jall don edhe vendet caktuara. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ahabbul buqa ila Allahi masajiduha. Thot Allahu azza wa jall vendet që më shumë ti don janë xhamit. Vendet që më shumë ti don xhamit, do të thotë në tokë. Dhe në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se vendi më i dashur i Allahut në tokë thot është Qabja, shtëpia e Zotit. Vendi më i dashur, kjo më dashuri e veçuar prej një vendi shumë gjanë. Që do të thotë se Allahu azza wa jall cilësohet si do të thotë me dashurinë e tij ndaj krijesave të tij, dashuri e cila është e përgjithshme, e cila është e veçantë dhe Allahu azza wa jall tregon se dhe duhet dhe shumë e dojnë krijesat e tij të devotshme dhe atë dashuri e manifestojnë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhul Arshil Majid është ajeti që vjen në vim. Thot Allahu azza wa jall është pronari i arshit, krijuesi i arshit, El Majid do të vinë më vonë te fjala El Majid. Por do të ndalemi te fjala arsh. Në shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përmendet edhe fjala kursi. Që do të thotë edhe Allahu azza wa jall tregon në shumë ajete kuranore tjera se ai do të thotë qëndron mbi arsh. Ashtu si din Allahu subhanahu wa taala, duke mos hinë mënyrën e qëndrimit të tij mbi arsh. Dhe në shumë hadithe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me tregu madhështinë e arshit, tregon madhësinë e tij. Në shumë hadithe përmendet se arshi apo kursia, që është do të thotë krijesë e madhe, thot kursia apo më mirë thon 7 kat qej në krahasim me madhësinë e kursisë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë sikurse një hall të vogël me gjujt në shkretir. Allahu akbar. Shiqoni 7 kat qej, madhësia e 7 kat qejve.
në krahasim me madhësinë e kursisë. Thotë është sikurse një hallk të vogël me e gjujt me një shkretir. Shkretir e madhe, e cila do të thotë është pa masë e madhe, edhe ti e gjun një hallk të vogël, a ki mundësi me gjetë? S'duket. 7 kaçej. Madhësia e 7 kaçeve në krahasim me kursin është kaq. Në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, madhësia e kursisë ndaj madhësisë së arshit të Zotit është sikurse kursia me qenë një hallk të cilën e gjun me një shkretir të lantë, edhe sa ke mundësi me pa atë kursi. Kaq është krahasimi i kursisë me madhësinë e arshit. Këto janë gajbiate që na nuk i dim, që e kemi për obligim dhe këtu më manifestot dhe vjen në shprehje besimi i pastër dhe i kullum në gajbiatet, në fshëtësinat të cilat i përmend Allahu azza xal në Kur'an, që na e kemi për obligim dhe detyrë vetëm që më u bë testim atymve, vetëm me thonën kemi besu. Si janë, çka janë, ndalemi aty ku ka ndal Kur'ani apo Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E jona është që na të besojmë se ka arsh, se ka 7 kaçej, se ka kursi, se ka arsh. Se Allahu azza xal qëndron mbi arsh. Ashtu si din ai, min ghairi tamthilin wala tashbihin wala ta'tilin wala ta'wilin. Këto po i përmend me, duke mos e krahasu krijesat e Zotit me krijesat që na i dim, që janë gajb për neve, duke mos i përngjasu emrat dhe cilësitë e tij apo krijesat që i përmendat me krijesat që na i dim, edhe duke mos i shtrembru nga kuptimi i vërtet dhe i real që përmend Allahu azza xal në Kur'an. Edhe duke mos i komentu ata me mendjen tonë pa argumente të Kur'anit apo Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por se jona është nga gajbiate të cilat janë të kufizuar, mi besu si të tilla siç janë të përmendura në Kur'an dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe përmend një dietar, thot, duke bisedu me një tjetër, ram një dilemë, si ka mundësi kjo të jetë ashtu, si ka mundësi thot kjo të jetë ashtu. Edhe ai do të thot, ai shkencëtari do të thot e mor një teleskop të madh, edhe ma tregoi dallimin që ekziston mes madhësisë së tokës dhe mes madhësisë së diellit. Di krijesa të cilat na i shohim shumë të mëdha. Ma të mëdha se ato në syrin ton nuk ka, nuk shohim ma të mëdha se ato. Thot madhësia e tokës në krahasim me madhësinë e diellit është sikur se një sahan i madh, i cili sahan e ka një pikë të zezë në brendinë e saj. Kështu është madhësia e tokës ndaj madhësisë së diellit. Sikur thot një sahan i madh, i cili sahan i madh e ka një pikë të zezë, ajo është toka, që është pika e zezë. Toka që neve na duket, ku me ditë sa, që copa bomi për 1 kvadrat, për 1 metër katror. Kaç është toka në krahasim me diellin? E paramendon e diellin në krahasim me shtresën e parë të qiellit. E paramendon e shtresën e parë të qiellit me shtresën e dytë, e të dytën me të tretën, të tretën me të katërt, të katërt me të pestën, të pestën me të gjashtën, të gjashtën me të shtatën, e të shtatën me kursin, e të kursisë me arshin e Zotit. Këto janë mbi kapacitetin ton, mbi logjikën ton, dhe se këtu vjen në shprehje besimi i kullum dhe i pastërt nga gajbiatet e Allahut azza wa jall që përmenden në Kur'an, në fshëtësinat e tija. Vetëm mi u bë testim, me thonë i kemi besu ashtu si na ka mësu Kur'ani, ashtu si na ka mësu Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo që përmendet se kulminacioni dhe kulmi i krijesave, do të thotë që shkojnë një mbi një, është arshi. Nuk ka krijesë më të madhe se arshi, të cila përmendin Kur'an dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu azza wa jall për me tregu madhërinë e tij dhe fuqinë e tij të plot tregon se këto gjitha e nën sundimin e Allahut subhanahu wa taala dhe gjitha e nënshtron urdhrat të Allahut azza wa jall. E para mendon ku gjendesh ti dhe sa je i madh në gjithë këto krijesa. Kur 7 kaçej krahasim me kursin janë sa një hallk e gjumë në shkretir, para mendoj ti veten, a je dikund apo hiç kurrë? Edhe na marrim guximin që mu shit her pas heri me ndjem mëdhej, që mi i thi urdhnat e Zotit,
që mi thi na kur ta me bëj e bëj. Ama Zoti ka thonë unë kum thon kështu, i adhem billah. Këtë veç njeri e ban. Veç njeri i cili ka mejnë të prisht dhe të kufizume e merr këtë guxim që mi u kundërvu madhërisë Allahut Azza wa Jall. Madhërisë Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Veç njeri i cili s'ka mend tamam, merr guximin që mi u kundërvu dhe mi kundërshtu urdhat e Allahut Azza wa Jall. Dhul Arshil Majid. Nëse ajeti kuranor i ka dy rivajete. El Majid ka El Majidi o El Majidu. El Majid do thotë Allahu Azza wa Jall është pronar dhe krijues i arshit të lavdërishëm. Nëse theme El Majid, do të thonë lavdëria e kthehet arshit. Thëmë arshit të lavdërishëm. Nëse thëna El Dhul Arshil Majidi, ka dy rivajete do thotë. Nëse thëna Dhul Arshil Majidi, do thotë Allahu është pronar i arshit të lavdërishëm. Nëse themi Dhul Arshil Majidu, që është rivajeti i dytë, transmitimi i dytë, që është i vërtetë si rivajet, themi Allahu është pronar i arshit dhe Allahu është i lavdërishmi. Do të thotë i lavdërishëm është në këtë rast Allahu Azza wa Jall e jo arshi. Por sidoqoftë, edhe Allahu edhe arshi janë të lavdërishëm. Çfarë do të thotë fjala të lavdërishëm? Që do të janë të lartë, janë të naltë, dhe janë të traprekshëm. Dhe Allahu Azza wa Jall tregon madhështinë dhe vlerën dhe peshen që e ka arshi i Rahmanit të Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Këto është fa'al, do thotë sigatul mubaligha. Do thotë fa'al që do thotë bën shumë pa ndal çdo send. Edhe këtu lima yurid është koment do thotë i asaj fa'al. Do të bën Allah çdo send pa ndal lima yurid, çka don ai. Do s'ka kush i del para. Vetëm me pason fa'al ai bën çdo send, nuk kuptohet lima yurid, do të bën çdo send që ai don. Por këtu për me vërtetu fjalën fa'al, ka ardhur edhe shtojca lima yurid, komenti. Lima yurid, atë që don. Do thotë Allahu Azza wa Jall bën veprime pa ndal, sepse s'ka kush e ndal. Bën veprime çfarë do ai, sepse s'ka kush i përzit në dëshirën e tij. Bën veprime kurdo që don ai, sepse s'ka kush i përzit në kohë. Bën veprime kudo që ai, sepse s'ka kush i përzit në vend. Sepse ajo është pronari i gjithçkajt. Ajo është mbreti suprem. Do të thotë e cila që nuk ka mbretëri e cila ka mundësi mi dal karshi mbretërisë së Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Lima yurid, do të thotë tregon se Allahu e ka cilësinë el-irada. Që do të don dhe vepron dhe bën çfarë do që don ai. Dhe dëshira e Allahut është e plotë. Kur don me bë, ai e bën, për dallim prej dëshirës së njerit që është e kufizuar. Ti don me i punhon, ama lo si mësu bicikl me grasi duhet. Ki dëshira jote është iluzion në ndër. Ti don me qenë milioner, ama lo s'ki parë një parkpuc mi blek. Dëshira jote është e kufizuar. Ti don mu martu me filan vajzën, ama ajo vetëm se më shfiu për të tërkan, u kryej mohabet. Dëshira jote domethënë është e kufizuar. Kurse dëshira Allahut Azza wa Jall çfarë është? Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Sot çështja e tij, dëshira Allahut është kur ai don që të bën diçka thot kun fayakun, thot bëu edhe bëhet. S'ka kush e ndal. Për këtë çka Allahu Azza wa Jall përmend kun fayakun, edhe feja ka thënë se bëhet më njerë. Se ka pas mundësi me thon kun yakun, banu edhe ajo bëhet, ja. Në Kur'an ka ardhën fejekun. Që kjo feja ka thonë kjo është lit ta'kibi. Do të fa u ta'kibi thënë në gjuhën arabe. Faja e cila të regon se kur Allah thotë banu, nuk shkon një dit, një sat. Më njerë bëhet, më njerë. Trap, në vend, aty për aty. S'ka kush e ndalë dëshirin Allahut Azza wa Jall. Për dallim prej dëshirave tona. Pa ma parasisha e kryetar shteti, kur do në me bëhet diçka, dush mi thonë sekretarit. E sekretarit i thë ati tjetrit. E tjetrit, masa një ave bënd ajo. Je pranar dyqani, kur do me bënd diçka, duhet kohë derisa të bëhet ajo. Por pikpytja do të realizohet si ke thonë ti.
Po pikpyetja kanë me tangu llafin, pikpyetja ta ndrështrembrojnë llafin për rrugë. Do dëshira jonë është e kufizuar. Është e kufizuar dhe jo çdo herë është e realizueshme. Për dallim prej dëshirës Allahu ta zot që është dëshirë, do thotë e plot, që s'ka kush i dal karshi, e cila dëshira e tij është e pakontestueshme, është e paravokueshme dhe realizohet aty për aty më njëherë. Sa thot Zoti bëm, bëhet. Më njëherë. Thot që tregon madhështinë dhe fuqinë e plotë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Hal ataka hadithul junud. I drejtohet tash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot o ti pejgamber, atë ka ardhur lajmi i ushtrive, junud. I tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë rast, i drejtohet me këto fjalë, që me tregu për krahjen e Zotit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për mi tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kjo që është para teje, është kur gjo më ushtit që kanë qenë për para. Dhe këtu jep sabër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të bën durim, sepse ka pas pejgamber para teje që kanë pas punë me ushtit të mëdha. Edhe nga ana tjetër ato kanë bërë durim dhe sabër. Po edhe nga ana tjetër ka treguar se Allahu azza wa jall, megjithse kanë qenë ato ushtri shumë të mëdha, nuk ka leju që ai pejgamber i Allahut mund në përkam. Kjo është sabër dhe sabërdok dhe durim dhe përkraje e Zotit direkte për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Shtash vjen dhe komenton ajetin në vijim, kush janë ato ushtria? Firaun wa Thamud. Atë ka ardhur lajmi për ushtritë e mëdha, ushtrinë e Firaunit dhe Thamudit. Dhe këto janë njëra prej shumë ushtrive, do të di ushtri që përmenden në Kur'an, që do të kanë qenë ushtri zullumqare në udhëheqjen e mbretërve zullumqar. Pse përmendet ushtria e Firaunit edhe ushtria e Thamudit? Përmendet për dy arsye. Përmendet për dy arsye. E para, ka thonë dietarët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thotë edhe për me qenë më e kapshme, se pejgamberi sallallahu ka jetuar në mesin e kureshitëve, edhe nga ana tjetër ka bërë davet edhe jehudive dhe krishterëve, i ka përmendur edhe ushtrinë e Firaunit edhe ushtrinë e Thamudit. Për shkak se mushrikët e Mekës dhe arabët përgjithësi e kanë ditë, e kanë njohur ushtrinë e Thamudit, sepse kaumi Thamud, kaumi Salih ka jetuar do të thotë në Saudi është. Ka pjesa e Riyadit, të shkon Riyad në aton. Ka jetuar kaumi do të thotë Thamud. Kurse kaumi Firaun apo Firauni ka jetuar do të thotë dhe përmendet edhe do të thotë në librat e ehli kitabëve, të krishterët edhe të jehudit. Sidomos do të thotë të jehudit që përmendet Musa alayhis salam, që është përballuar me Firaunin. Do të thotë Firauni ka qenë i njohur te ehli kitabët, ndërsa ushtria e Thamudit ka qenë e njohur tek arabët në përgjithësi. Dhe i përmend këto që më u tregu edhe mushrikëve, edhe arabëve në përgjithësi, por edhe ehli kitabëve në përgjithësi, se Allahu edhe ushtrit që ju i njefni, o ju mushrik, o ju arab, edhe ushtrit që ju i njefni, o ju ehli kitab, për t'i mbrojt pejgamberit e tij, Allahu i ka shkatruar. Edhe i ka tregu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që nuk ki nevojë me pas frikë, se na jemi në përkrahjen tonë. Firauna wa Thamud. Firauni do të thotë, na e dim fort mirë mendjemallësinë e tij, e dim fort mirë zullumin e tij, e dim fort mirë do të thotë fuqinë e tij që e ka pas. Megjithatë e ka marrë guxim që do të thotë her pas here me pretendu se është Zot. Faqala ana rabbukumul a'la. Ka thonë jam Zoti juve më i lartë. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Ka thonë nuk ka Zot për juve përpas se meje. Kështu Firauni ka pretendu. Ka qenë zullumqar, është tallë me Musa alayhis salam, është tallë me egjiptasit në atë kohë. Kurse kaumi Thamud përmendet do të thotë se ka qenë do të thotë popull i cili wayanhitun al-jibala buyuta. Kan thonë edhe çka prej kodrave kanë bërë shtëpia. Kodrën kanë marrë, kanë gdhënë, e kanë ngrirë, kanë bërë shtëpi. Do të thotë për ata s'ka qenë as pak problem dhe rond që gurin me gdhënë dhe me hinë me banu aty. As të fuqishëm kanë qenë. Ama Allahu zotëri ka shkatruar çka? Me erë edhe me piskall. Që ka çu gurzi, ju ka çu erë edhe piskall. Trishtim, zonë të trishtueshëm dhe të rëndë.
Ushtrinë e Firaunit e ka shkatruar me gjithë Firaunin në det, në ujë. Për një sekond, për një çast, tu di ushtrijat i ka bo helaç Allahu Azza wa Jall për një çast, për një moment. Edhe kjo është hikmeti i përmendjes së ushtrisë së Firaunit dhe Themudit, që të vaban me dije edhe juve arabëve, po edhe ehli kitabëve, se ju që i njihni ato ushtritë e mëdha që kanë dashur me ju bë dam pejgamberëve t'juve që i keni pas, sikur që s'kan mujt me ju bë dam atyve pejgamberëve ato ushtri, edhe ju sot, o ju arab, o ju ehli kitab, s'keni mundësi mi bë dam këtij pejgamberi. Unë kam i dalë mbrojtje. Unë kam i dalë mbrojtje dhe këtë mbrojtje e merr përsipër Allahu subhanahu wa taala. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kjo do të thotë e shtin i jep kurajo dhe vullnet dhe ja përforcon komët që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të vazhdoj rrugën e tij në thirrje për në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Belil ladhina kafaru fi takdhib. Thot bile pa hamendje, gjithsesi ashtu është, se ata që i bënën kufër Zotit fi takdhib janë duke vazhdu në rejna, janë duke jetu në rejna, dhe janë duke rejnët. Komentatorët e Kuranit kanë thonë, çdo kush që e kanë dëgju Teuratin, e ka lexu, dhe nuk ka besu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka rejnë Teuratin, e ka kthi shpinën Teuratit. Dhe çdo kush që e ka lexu Injilin apo Biblën, dhe nuk e ka besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ky e ka rejnë dhe e ka trastu Biblën e tij. E ka trastu Injilin, sepse edhe Teurati, edhe Injili nxjisen dhe thrasen në besimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në mënyrë direkte tregojnë dhe paralembrojnë ardhmën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe çdo kush pa marrë parasysh se cilin pejgamber ka besu dhe beson, nëse nuk ka besuar në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ata e kanë përgënjeshtruar pejgamberin e tyre. Thot Allahu Azza wa Jall, kadhabat qaumu Nuhin al-mursalin. Shiqoni, thot populli i Nuhit i përgënjeshtroi dhe i refuzoi gjithë pejgamberët. Kurse na fort mirë e dim se në kohën e Nuhit alayhis salam ka qenë në mejdan veç Nuhi alayhis salam. Megjithatë Allahu thot, ata me përgënjeshtrimin që e banën ndaj Nuhit alayhis salam, i përgënjeshtruan edhe pejgamberët që do të vinë mas Nuhit. Dhe e kanë dënimin e përgënjeshtrimit të gjithë pejgamberëve. Kjo është me rëndësi. Se ata atë që e kanë përgënjeshtruar Nuhin alayhis salam dhe kanë vdekur si jo besimtar, e kanë dënimin e përgënjeshtrimit të gjithë pejgamberëve. Se haj kërejt një pejgamber, haj kërejt gjithë njëjtë barabartë është. Dhe besimi jot do thotë nuk është i plot dhe nuk është i pranueshëm. Ti kote ke që ke besu në Musën alayhis salam dhe nga ana tjetër e përgënjeshtron Isën alayhis salam. Ti nuk ke besu. Ti kote ke besimin në Isën alayhis salam, ama se ke besu pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Besimi jot ishte i pavërtet, është i refuzueshëm dhe ti ke rënë, ke gënjy. Dhe për këtë shak ka thonë fi tekdhib. Ka thonë tekdhib është fi'l mudhari apo masdar. Që tregon se ata parimisht në mënyrë rënjësore vazhdimisht rejnë ata. Dhe besimin e vetë ndërtojnë birejna dhe gënjeshtra. Gjitha fe tjera të se s'kan besu në fejnë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. Kjo është një vërejtje për disa besimtarë të cilët janë kitë barabarbe, kitë besojnë ndë një pejgamber. Ja, themi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot pasha atë në dorën e të cilët o shpirti jem, pasha Allahun. Thot çdo jehudi dhe çdo ehli kitab, çdo krishter i cili dëgjon për mua dhe më refuzon, nuk më beson mua dhe nuk beson në atë e cila më ka ardhur mua, thot ajo është nga banorët e xhehenemit. Ajo është nga banorët e xhehenemit sepse nuk ka besuar Muhamedit
sallallahu alaihi wasallam. Pra kushti i pranimit të besimit të ndonjë individi të caktuar është që të besojë në Allah dhe në pejgamberin e tij. Për këtë çka në shahadetin e kemi dy pjesë. Besim në Allah, besim në pejgamber. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Çdo herë kur mungon një pjesë, besimi nuk është i plot dhe nuk është i pranueshëm. Wallahu min waraihim muhit. Thot dhe Allahu azza wa jall. Dhe Allahu azza wa jall është nën mbikëqyrjen e tyre, nën kontrolin. Allahu azza wa jall ata u ban me di atinve se ata të gjithë komplet janë nën mbikëqyrjen e Zotit. Dhe Allahu azza wa jall e din fort mirë se çfarë bajnë ata, kur bajnë, si e bajnë. Dhe këtu është kërcënimi i Zotit. Sa Allahu azza wa jall thot, unë me fuqinë time kam mundësi që kur du ata mi shkatru. Kur do që kam qef mi shkatru ata, unë i shkatroj. Dhe va ban me dije se Allahu azza wa jall nga rahmeti i tij i madh dhe për me qenë sprov dhe bindje për besimtarët, va lejon jo besimtarëve dhe zullumçarëve për me mbetu në këtë tokë. Për me qenë sprov për ata, për vetë personat, dhe për me qenë sprov për besimtarët dhe për mu dallu i miri nga i keqi. Se për ndrysh Allahu azza wa jall se kish leju asnjë çast, asnjë moment që zullumçari me ndejt me zullumin e tij mbi rruzullim toksor. Për kësaj wallahu min waraihim muhit. Thot Allahu azza wa jall me fuqinë e tij ka mundësi kurdo që doje ata mi shkatru sepse i ka nën kontrollin e tij. Janë nën mbikëqyrjen dhe kontrollin e Allahut subhanahu wa taala. Bel huwa Qur'anun Majid. Thot Kur'ani është i lavdërishëm. Thot bile, thot dini mirë dhe pa hamendje se Kur'ani është i lavdërishëm, është i madh. Dhe çdo kush që lexon, që mëson, praktikon dhe pason Kur'anin, do të bëhet njeri i cili do të ketë lavdata, i cili do të ketë krenari, i cili do të ketë ngritje në dunjë para ahiretit. Dhe është ligji Allahut azza wa jall, çdo herë që besimtarët kanë lexuar Kur'anin dhe kanë praktikuar atë që kanë lexuar Kur'an, kanë qenë të përmendur, kanë qenë të ngritur, kanë qenë të fortë, kanë qenë sundues në rruzullim toksor. Dhe çdo herë që hallën e kanë në formë të kundërtën, në të kundërtën e kësaj, atë gjendjen e kanë sikur se që kemi na sot. Fi lawhim mahfuz. Dhe ky Kur'an është në pllakën e ruajtur dhe mbrojtur. Allahu azza wa jall me këtë tregon se Allahu azza wa jall e ka mbrojtur dhe ka ruajtur këtë Kur'an. Dhe krahas asaj që ka përmend pllak që simbolizon shkrimin dhe regjistrimin e Kur'anit, mahfuz përmend është i mbrojtur. Që askujt asnjëherë të mos të shkojë ndërmend se dikush ka mundësi me ndërhyjnë këtë Kur'an. Dhe kjo është do të thotë xhevap, kthimi i xhevapit të vrajës dhe të ashpër ndaj mushrikëve të Mekës që kanë thonë se ky Kur'an është seher. Se ky Kur'an është poezi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është xhevap për ata se ky Kur'an është i zbritur mbi 7 kat qej dhe është i mbrojtur në pllakën e mbrojtur. Çaskush s'ka mundësi që shtin dorë dhe gisht apo të ndërhyj në atë pllak të shenjtë që e ka ngërthën në vete dhe e mbron Kur'anin famëlar. Lutë Allahun azza wa jall që të gjithë ne të kemi pas dobi nga këto ajete që i kemi lexuar dhe të njëjtat mundohemi që ti implementojmë në jetën e tonë të përditshme. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah shpëlbej për durimin.